Në sheshin Skënderbej në Tiranë po mbahet protesta gjithkombëtare drejtësi për çlirimtarët, e cila do të nisë sot nga ora 17. Qytetarët nga të gjitha trevat shqiptare janë mbledhur për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hag. Tani në lidhje direkte e kemi edhe Hoxhën Fatmir Latifi, i cili ndodhet në mes protestuesve në kryeqytetin e Shqipërisë. A mundeni më na tregu, Hoxh, se si po shkon protesta sot, duke qenë se ju jeni në mesin e protestuesve sot në sheshin Skënderbej në Tiranë? Fillimisht falenderoj Allahun, i cili na ka mundësu sot me qindra mia vëllezër e motra nga gjithë trojet shqiptare të dalëm për marshin paqësor, mbështetje të drejtësisë për lirinë e prorëve të UÇK-s. Këtu është në pyetje kauza e UÇK-s, kauza me të cilën është plotësisht në përputhje me të drejtën ndërkombëtare që populli shqiptar me plot kuptimin e fjalës e ka arrit dhe e ka përfundu me paqe, me dashuri, duke fitu simpatin edhe të aleatëve tonë ndërkombëtar në krye me Amerikën e shumë shtetet të tjera në Evropë edhe në Azi. Kështu që ne sot kemi dalë këtu për hir së vërtetës, në mënyrë që shqiptarëve t'ja bëjmë me dije se të gjithë jemi një, por edhe të njëjtën kohë edhe aleatëve tonë, por edhe ata të cilët pa drejtësisht po na i mbajnë vëllezërit tonë edhe prorët e UÇK-s, se ata nuk janë vetëm me emra dhe mbiemra të vet atje, po ata janë gjithë shqiptaria. Pse është e rëndësishme pjesëmarrja juaj si hoxh në mesin e kësaj proteste dhe mbi të gjitha edhe si luftëtar i UÇK-s? Shumë bukur e the, edhe si luftëtar i UÇK-s, une kam qenë me shumë hoxhallar, pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në mesin e shumë dëshmorëve tanë që UÇK i ka mbi 40 imamlar, hoxhallar, të cilët në istikam dhënë jetën në shlirimin e Kosovës, dhe me qindra mia xhamia na u kanë shkatruar pa të drejtë nga okupatori shovenist dhe fashist serboslav, dhe kështu që na jemi pjesë integrale e popullit tonë dhe të gjithë së bashku tok pa dallime. Aty kur është pyetje kauza jemi bashkë. A mundeni më na tregu diçka rreth mesazhit që keni rreth Hagës, si dhe për botën që po ju shikon në këtë protestë? Porosia e gjithë secilit prej neve është se na për UÇK jemi të gjithë një, pa dallime partijake, pa dallime krahinore, madje edhe regionale dhe të njëjtën kohë religionale, sepse të gjithë jemi një, jemi shqiptar dhe është në pyetje kauza e kombit tonë. Unë shpresoj edhe besoj që me emrin e Zotit ky proces i montu me fakte të cilat tuto kompleto janë nga Serboslavia, do të dalin në pa drejtësia dhe liridashtë tanë do të kthehen në atë dheun dhe vatrat e tyre. Nga pamjet që i kemi pa deri më tani, kemi pa se ka shqiptar nga gjithë trojet shqiptare. A mundeni më na tregu pak edhe pamjen se si po duket tani në sheshin Skënderbej në Tiranë, ku jeni edhe ju lidhje direkte? Po, për momentin unë gjendem para xhamis namazxhas dhe jemi duke shku me një grup të madh pasi që kemi fal namazin e xumas. Edhe nga xhamati jem, po këtu na janë bashkangjit edhe vëllezërit tanë të cilët kanë ardhur dhe kemi fal namazin e xumas prej të gjitha trojeve etnike shqiptare, edhe tash të gjithë së bashku kemi duke shku në drejtim të sheshit Skënderbej. Në organizimin nga OVL-ja ju kemi pa që keni shku edhe me një numër të madh autobusësh, gjithashtu edhe nuk ka pasur pengesa në kufi dhe nuk ka pasur e as pagesa. A ka qenë e vërtet kjo? Shumë e vërtet, na jemi shumë mirënjohës autoriteteve shqiptare, të cilët si gjithë herë, edhe kësaj radhe na kanë prit me zemër hapur dhe pa pagesa kanë qenë, do të thotë, shtetëtimet tona, edhe gjithë shka është në formë mënyrë më të mirë të mëshme, është vërtet një kënaqësi e veçantë të jesh pjesë e kësaj marshute paqësore,
edhe ata të tjerët të cilët me zemër e me shpirt dhe për arsye të ndryshme nuk janë këtu, unë i ngushëlloj për këtu dhe të njëjtën kohë i u kërkoj që të lutën për vllazërit tanë e prorë të UÇK-s të lirohen, e neve të na jap Allahu shëndet, sukses. Kur më shumë Shqiptaria nuk ka pas nevojë se sa sot për unitet gjithkombëtar, pa dallim regioni dhe religioni, të gjithë jemi një për kauzën tonë kombëtare shqiptare. Faleminderit shumë Hoxh për këtë lidhje direkte dhe ju urojmë sa më shpejt lirimin dhe fitoren ndaj drejtësisë. Fitore me drejtësi, drejt drejtësisë. Faleminderit shumë, kalofshit mirë. Respekt, faleminderit shumë.